Nëse ka ndonjë futbollist të kombëtarës që i shkon për bukuri shqiponja temës së fanellës, ky është Lori Ksana. Aq më shumë kur fraza ti Shqipëri më jep nder, zë vend në dorë si tatuazh në krahun e majtë të tij. Ksana është shprehur se në kohën e pushimeve ai gjithmonë vjen për vizitë në Kosovë, veçanërisht në Gjakov nga dhe ka përjardhjen dhe ndjen kënaqësi të madhe të takohet me njerëzit e afërt që ka këtu. Lori Ksana është lindur në Prishtinë në vitin 1983. Ai emigroi me familjen e tij në Zvicër. Në vitin 1990 aktivizohet në klubin e Lozanës. Në moshën 17 vjeçare, ai bashkohet klubit të Paris Saint-Germain, ku shumë shpejt do të integrohet në formacionin bazë të kësaj skuadre. Ndërsa në vitin 2005 futbollisti kalon tek skuadra Marseille, me të cilin sapo ka renovuar një kontratë, e cila përfundon në vitin 2011. Gjithë ato duhet shumë kohë, po duhet më punu për këta fëmijët e vegjël këtu që kanë mundësi dhe kanë kushte më të mira se sa i kanë pas gjeneratat më parë. Deri më tani ju keni parakaluar në skuadra mjaft të famshme, Paris Saint-Germain, Marseille, cili është synimi juaj të ardhshëm? Po dëshira ime është që të ndroj kampionatin në Gjermani ose Angli dhe kam ca mundësia, megjithatë duhet më pritet edhe pak mos mu nxitu edhe besoj që do të kaloj në një vend shumë të mirë. Kam ala besoj 7-8-9 vite futboll, kështu që kam kohë dhe mundona gjithmonë të jem në kulminacion. Keni një periudhë relativisht të gjatë që jeni në Paris Saint-Germain dhe Marseille, e cila ka qenë përvoja jote që ke marrë në këto skuadra kaq të famshme? Të mëdha patjetër, vetëm nga janë skuadra që luajnë gjithmonë në gara ndërkombëtare më të mëdha si Champions League, luajmë gjithmonë në kryesi të kampionatit francez. Me fat ishim favorit këtë vit për ta marrë dhe në fund dështuam, po jemi gjithmonë në Champions League dhe gjithë kjo provojë, gjithë kjo eksperiencë është diçka fantastike që mundona s'pakti kur vi këtu që t'ju jap pak pjesë të kësaj provoje. E çfarë është duke bërë Lori aktualisht? Me çfarë je duke marrur? Po, vetëm me pushime. Kemi 3 javë pushime, pak me pushime personale dhe më taku familjen. Nuk është as kjo pushime sepse kur vi këtu kam shumë njerëz për t'i taku dhe shumë gjëra për me bëu, po besoj që është kënaqësi edhe ime personale dhe edhe këtu në Shqipëri, në Kosovë dhe në Gjakov. Po që Lori ky futbollin e Kosovës, veçanërisht atë të Gjakovës. Sa mendon që ka avancuar gjatë kohëve këto vitet e pas luftës? Është vështirë, si gjendja globale edhe futbolli është vështirë të ecë përpara vetëm, kështu që duhet investitor, duhet njerëz, duhet nivel, duhet kushte për me shku përpara, po besoj që me kohë ka për të ardhur kemi shumë talenta, shumë djemtëri që kanë një potencial për me luajtë edhe ata një ditë në majët të futbollit evropian. Edhe duhet me punu për me u dhënë aty në kushtet. Cilat janë planet tuaja për të ardhmen afërt? Në afërt duhet më kthy një herë në Francë dhe me prit domethënë ndonjë lëvizje që besoj mund të jetë Gjermania ose Anglia dhe me vazhdu kështu me shku vetëm përpara. Lori, shumë suksese në të ardhmen, faleminderit. Faleminderit.
na ka ofruar edhe një ndihmë shumë të madhe për Gjakovën, ku gjithnjë është përnumësu se unë jam gjakovar edhe është në për vllaznimin, domethënë edhe pse mediat në Kosovë janë mundu që ta anashkalojnë atë ndjenjë të lirikit, domethënë që ka ndaj Gjakovës apo vllaznimit, po ky me Komgulje ka qenë domethënë është një nder për ne në Gjakovë, i cili kina kësi djemt, siç është liriki, siç është besnikasi, siç ka qenë